Falënderimi takon Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi profetin Muhammed, alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët e tij, mbi të gjitha ata të cilët e ndjejnë këtë rrugë deri në ditën e fundit. Me lejen Allahu xhelel xhelalu do të vazhdojmë ato të cilët ne i kemi lënë përgjys, se i përket atyre kritereve që duhet ndjeki djali kur do të zgjedhë një bashkëshorten e tij ose një vajzë e cila ai do të bëj ose do të jetë vajza partnerja e tij, gruaja e tij e ardhshme. Ne folëm që besimtari duhet t'i ketë parasysh, duhet të shohë fen, pra që do thotë duhet të jetë muslimane, dhe e dyta duhet të jetë fetare. Këto ishin dy gjëra të cilet ne i treguam radhës që kaloi, kurse sot do të flasim për një kriter tjetër që duhet ta ketë besimtari në vëmendjen e tij kur do të zgjedhë partneren e tij, do thotë të jetë e vetëdijshme ose e ndërgjegjshme. Çfarë do thotë që ajo grua ose ajo vajzë që ai dëshiron që të lidhet me të jetë e vetëdijshme dhe e ndërgjegjshme. Pra që do thotë e vetëdijshme e kupton se çfarë po ndodh. E kupton që po ka hyrë në një proces për të ndërtuar familjen e saj. E kupton përgjegjësinë që ka. E kupton, është e vetëdijshme. E kupton që do të kujdeset për familjen, për fëmijët, për bashortin, pra do të ndërtoj diçka, që do thotë në këtë rast ka një ndërgjegje të plotë dhe është e vetëdijshme për situatën që po ndodh. Dhe duke qenë e vetëdijshme që do thotë e ruan dhe respekton bashortin, është e vetëdijshme duke ruajtur edhe zakonet e asaj familje, sepse po shkon nga një familje në një familje tjetër. Pra është e vetëdijshme për veprimin që po ndodh dhe që ruan traditën, kulturën e asaj familje, mundohet që mos lëndoj. Kjo është kuptimi i fjalës e vetëdijshme, e ndërgjegjshme. Pra, muslimani duhet ta ketë parasysh që bashorten e tij ta marrë të kësaj natyre. Pra, e kupton se çfarë po ndodh. Jo të marrë një vajzë që se di se çfarë po ndodh. Të marrë një vajzë që s'është e ndërgjegjshme, që s'është e vetëdijshme. S'di të menaxhoj familjen e vet, pasurinë e burrit vet. I shpreh ose i dalin fjalët, i themi pa dogan, ose i dalin fjalët pa kuptuar se çka po lëndon. I dalin fjalët ose bën veprime që prish hierarkinë e asaj familje që ndodhet. Pra, në këtë rast njeriu duhet të ketë parasysh se me kë po jeton ose me kë ka para dhe që mendon se do të ndërtoj familjen e tij. Të qenurit i vetëdijshëm ruhet familja dhe e kundërta do të thotë që e humb familjen. Ju tregojmë një ngjarje që ndodhi në kohën e profetit alayhis salatu wassalam. Një nga fiset e njohura të Medinës donte që dëshiroi të bënte një lidhje krushqie me profetin alayhis salatu wassalam dhe i dhuruan vajzën e tyre, e cila quhesh ose kjo vajzë e kishte emrin Esma, e bia e Gjunijes ose Gjunijetu. Kështu e kanë emri i fisit në atë vend. Dhe pasi ran dakord palët, edhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, por edhe familja e vajzës bashkë me vajzën, dhe para se të hynte, do të bëhesh nuse, dhe e ndihmuan bashortja e profetit alayhis salatu wassalam Aisha bashkë me Hafsën, e ndihmuan, dhe në momentin që po e ndihmonin, dikush po i krihte flokët, dikush po e përgatiste për nusën, nga xhelozia i thani llafe kësaj gruas. I tha, shiko, ti kur të hysh tek profeti alayhis salatu wassalam, ke parasysh se i dërgumi Allahut e do shumë një fjalë. Tha, thuja kur ti jesh në dhomë me të, ti me atë. Tha, kush ishte kjo fjalë? Thuaj, a'udhu billahi mink. Thuaj profetit që i kërkoj mbrojtje Zotit prej teje. Po ti ishte vetëdijshme dhe ndërgjegjshme, nuk do thoshte këtë fjalë, sepse kjo fjalë është e madhe. Ka një kuptim dhe domethënë jashtëzakonisht madhe. Por rapre e kësaj xhelozie dhe kur hyri në dhomën e profetit alayhis salatu wassalam,
Në këtë moment i thot këtë fjalë. I thot profetit alayhi salatu wasalam, "Tha i dërguar i Allahut, a'udhu billahi mink." Kërkoj mbrojtje Allahut prej teje. Ngeli profeti alayhi salatu wasalam për kësaj fjale kaq të madhe dhe tha: "Udhti bi ma'adhin." Wallahi kërkove mbrojtje nga mbrojtësi më i madh. 3 herë. Wallahi kërkove mbrojtje nga mbrojtësi më i madh. Doli profeti nga dhoma dhe i thot personit: "Merreni vajzën dhe çoni ke shtëpia e saj. Se nuk mund të qëndroj unë më me këtë grua." Ajo grua e cila kërkon mbrojtje Zotit prej burrit, s'ka logjik në këtë mes. Dhe e kuptoi që era pjesë e kësaj xhelozie që e kurdisën këtë gratë. Dhe gjithmonë thoshte, kjo gruaja, e cila nuk u arrit të kryesh ose të finalizohesh martesa e saj me profetin alayhi salatu wasalam, i thoshte grave tjera, thoshte më thërrisni gjithmonë oj fatkeqe. Si pata mundësi që ti isha fatlum, bashortja profetit, nëna besimtarve, dhe i thoshte gjithmonë grave dhe shoqeve të veta, thoshte më thërrisni gjithmonë oj fatkeqe. Pra që do të thotë se vetdia dhe ndjeshmëria ose ndërgjegja e bashortës duhet patjetër të jetë koherent, pra duhet të jetë prezent, duhet të jetë e tillë se për ndryshe nëse merr një bashortë e cila nuk e kupton përgjithësitë, nuk e kupton se është martuar akoma, nuk e kupton se kush janë fëmijët, kush janë detyrimet, kush janë, pra që do thotë nuk është e vetëdijshme, do thotë që nga moment shpërbëhet kjo lidhje që mund të ketë personi. Prandaj njeriu do të jetë patjetër i kujdesshëm dhe do të zgjedhë për bashortën e tij një grua ose një vajzë që është e ndërgjegjshme, e vetëdijshme për veprimin. Thotë dietarët, po si mund ta gjejmë ose si mund ta dalloj unë që e ka vetdijen ose atë vetdijen kjo grua ose kjo vajzë. Patjetër që ka forma të ndryshme dhe mënyra të ndryshme. E para është takimi që ndodh midis burrit dhe gruas ose djalit dhe vajzës. Dhe në momentin që bëhet i takim, diskutohet dhe në bazë të diskutimit njeriu e kupton se sa vetëdijshme dhe ndërgjegjshme është pala ose është kjo vajzë ose kjo grua për një veprim të rëndësishëm që ato do të marrin në jetën e tyre. Pra, gjatë diskutimit dhe gjatë bisedave që ato kanë me njëri tjetrin, do të dalin dhe do të kuptohet se sa e vetëdijshme është gruaja ose kjo vajza për të marrë një përgjegjësi në të ardhmen që t'i dalin me sukses kësaj gjëje. Pra, thonë dietarët, është diskutimi që bën djali me vajzën, po gjithashtu janë edhe aktorë të tjerë, shoqëria, familja, duke pyetur dhe duke marrë opinione të ndryshme, sepse gjithmonë e themi ne nuk duhet të shkojmë ose nuk duhet të ecim duke thënë që shiko, unë po e pash me parën e pëlqeva dhe jo, nuk shkon kjo, mos u mashtro. Mos u mashtro se do e kuptosh veten se sa pishmën do bësh. Dhe do e qertosh veten po të humën vite, do të humën një pjesë e jetës. Mos u mashtro veten, ta çosh që unë me një shikim unë bëj dallimin, nuk e bën dot. Patjetër do të pyesësh, do të hetosh për atë që ti do të krijosh një familje që do të ketë jetë gjatësi. Ti shkon treg për të marrë mall pyet disa herë, derisa ti bindesh për ta marrë atë mall. Si mund të mbyllësh syt ku ti do ndërtosh jetën tënde me një grua apo me një vajzë dhe ti thu jo thjesht pash fizikun pëlqeu dhe e mbylla, nuk shkon. Duhet patjetër të hetosh, duhet patjetër të pyesësh, duhet derisa ti të bindesh që realisht e vlen dhe e meritoj që unë ta lidh jetën me këtë vajzë. Pra, e para është vetdia. Pra, kur themi vetdia, pra ndërgjegja e bashortës ose e gruas për veprimin që do bëj dhe e kupton vlerën dhe rëndësinë e kësaj. Kjo është e para. Tjetër gjë që përmendin dietarët është që njeriu nga kriteret që duhet të ndjeki besimtari tek gruaja e tij ose tek bashortja para se ai të lidhet, është një nga kriteret tjetër që kërkohet është turpi. Turpi që do thotë e karakterizon
vajzën apo gruan turpi. Thot profeti alayhi salatu wasalam për treguar vlerën e kësaj gjëje, thot i dërguar i Allahut li kulli din khuluqan. Çdo fe ka moralin e vet, po morali i këtij besimit është turpi. Morali i këtij besimit është turpi, thot profeti alayhi salatu wasalam. Me një hadith tjetër i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: "Idha lam tastahi fasna ma shit." Nëse s'ke turp, bëj çfarë duash. Pra, që do thot, turpi është diçka që e karakterizon dhe e zbukuron realisht gruan. Kur ne flasim që turpi tek burrat është e bukur, imagjinoj ke gra se sa e bukur është. Nëse është e mirë ke ne, ke gratë është super e mirë. Pra, është jashtëzakonisht e mirë. Nuk mund të marrësh një grua e cila nuk funksionon turpi tek ajo, ose ne themi bukuria dhe rrobja e gruas është turpi. Pa marrë parasysh se çfarë fiziku ka, momenti kur tregohet, sepse karakterizohet gruaja ose femra me turpin që ka. Dhe besimtari patjetër që duhet ta shohë në këtë aspekt, duhet të shohë një nga karakteristikat është që ta shohë ke turpi. Pra që do thotë, nuk duhet të sillet një grua si burr ose një vajzë si djalë, nuk funksionon. Duhet patjetër në momentin kur kanë takime, djali me vajzën tregon vajzën se ka një lloj ndrojtje kuptimin e mirë të fjalës turp. Pra që do thotë nuk sillet sikur e njeh me vitet tana, ose sillet sikur është ka cilësi ose karakter burri. Jo, nuk funksionon kjo tek besimtari. Besimtari duhet patjetër ta shikojë këtë element, sepse ky element do të thotë që në të ardhmen e zbukuron jetën bashkëtorë të njerëzve. Andaj dhe profeti alayhi salatu wasalam në një hadith e ka mallkuar atë grua ose atë vajzë që sillet si djalë apo si burr. Pse? Sepse Zoti xhelel xhelalu i ka ndarë njerëzit dhe çdo krijese, mashkull apo femër, i ka dhënë karakteristikat që i meriton ose që i përshtaten dhe të ndrohet, të mundosh të ndrosh rolet nga grup bash burr apo burr gru nuk funksionon në këtë çështje. Pra, dhe në këtë rast besimtari do të shikojë nga karakteristikat që do të shohë tek bashortja e tij është turpi. Dhe kur flasim turpi, sepse ne kemi, thonë dietarët në gjuhën arabe, janë dy element, turpi dhe ndrojtja. Turpi është ai fenomen që e ndalon njeriu që të bëjë vepra të këqija. Dhe vajti ora namazit. Tamam. Turpi është ai element ose ajo karakteristikë që e ndalon njeriu për të bërë vepra të ndaluara dhe e nxit njeriu që të bëjë vepra të mira. Ky është turpi. Kurse ndrojtja tregon dobësi të karakterit të njeriu që nuk bën dot asnjë gjë. Nuk po flasim për këtë ndrojtje që njeriu ta veshin ndrojtjen me turp. Pra ai nuk bën diçka, tregon se është i dobët në karakterin e tij. Kurse turpi jo. Turpi nuk tregon dobësinë karakter, tregon fisnikërinë e karakterit të njeriu dhe ndalon njeriu që të bëjë vepra të këqija dhe nxisën atë për të bërë vepra të mira. Ky është ai lloj turpi që ne kërkojmë tek të dy palët, po në këtë rast po flasim kur djali dëshiron që të zgjedhë një bashortë ose një partnerin e tij të jetës, duhet që ta ketë këtë fenomen. Si mund të funksionojë ose si mund ta njohë njeriu që partneri i tij ose bashortja e tij e ardhshme është për atyre që e ka turpin ose funksionon ose e ka atë në karakteristikën e saj turpin. Patjetër që edhe kjo bëhet me takimin që bën njeriu me vajzën për ta njohur se kush është dhe në këtë takim shikohet tek vajza ose tek gruaja, shikohet ky fenomen ose kjo karakteristikë që është turpi. Gjithashtu pyetet dhe shoqëria se si është jeta e kësaj vajzës në shoqërinë e saj. Pra, është një vajzë që dominon nga cilësitë e saj dhe karakteristikat e saj turpi, po pyeten të afërmit ose komshit, të cilët ndodhen dhe ata të cilët janë të drejtë. Flasim për ata njerëz të drejtë të cilët gjykojnë jo gjykojnë me padrejtësi, po gjykojnë me atë ftohtësinë dhe me drejtësinë e tyre.
Pra, duke pyetur, edhe ne bëjmë një përshkrim ose krijojmë një panoramë të qartë për atë që njeriu do të marrë hapin e rëndësishëm në jetën e tij për t'u lidhur me këtë vajzë ose me këtë grua. Pra që do thotë, duhet patjetër shikohet dhe pyetet dhe më pas krijon njeriu atë bindjen e tij dhe e kupton që ja vlen që të vazhdoj jetën me këtë vajzë kur ajo e përmbush kriterin që quhet kriterin në këtë rast të turpit. Thotë dietarët që nga bukuria e femrës është turpi. Kur një femër e zhvesh e heq turpin prej vetes, do thotë në këtë rast që ai nuk e ka të bukurinë e saj. Edhe pse sot mundohet që të goditet ky fenomen që s'ka problem, nuk ka turp, pra turpi është një prapambetje, nuk funksionon kjo. Duan që ta heqin këtë element ose këtë fenomen ose këtë karakteristik të bukur që e posedon vajza, ta zhveshin nga kjo gjë se në momenti që zhvishet dhe s'ka më turp, pra nuk ka më kufi. Po ti shohësh si Zoti na fal, disa vajza apo gra që bëjnë disa veprime në jetën e përditshme apo rrugëve, thuare ti që je mashkull turpërohesh, ti që je burr thu mos ma le dot karakteri turpi që un kam brenda. Ato nuk e kanë. Po pse? Se janë zhvesh nga ky fenomen. Çfarë lloj bukurie mund të ketë, sa do e bukur të jetë ajo në pamjen dhe në fizikun e saj, nuk vlen bukuria në momentin që nuk ekziston ky turp. Turpi është ajo gjë që e ruan, e mbron, e zbukuron gruan dhe femrën. Pra në momentin që zhvishet nga kjo gjë, thot profeti alayhi salatu wasalam, po s'patë turp, bëj çfarë dush. Kjo është logjika e kësaj. Kjo është elementi që duhet të zgjedhë djali, pra tek bashkëshortja ose tek vajza që i mendon që do të krijojë familjen e tij. Tjetër gjë që përmendin dietarët është që kur djali do të lidhet me një vajzë, një nga karakteristikat që duhet shikojë është bindja. Pra që do të thotë vajza në këtë rast i bindet bashkëshortit saj ose burrit ose djalit që po bëhet kjo lidhje. Sepse neve kemi marrë një hadith profetit alayhi salatu wasalam që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ku na tregon nga cilësitë e bashkëshortes së mirë, nga cilësitë e bashkëshortes mirë thotë kur e shikon gruan tënde të gëzon, pra të kënaq. Dhe gjithashtu thotë profeti alayhi salatu wasalam kur e urdhëron të bindet. Pra kur bashkëshortja urdhëron, ajo i bindet. Flasim kur e urdhëron për gjëra të cilët janë të mira, të lejuara në besimin tonë, jo për gjëra të cilët janë të ndaluara, se në këtë rast nuk ka bindje, sepse është një rregull që është në fen tonë që ne themi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Nuk mundesh ti bindesh krijesës në kundërshtim me krijuesin. Pra, unë i bindem kushdo qoftë ai, prindi im, burri im apo i pari im, për sa kohë nuk bie ndesh me urdhrat dhe me parimet e asaj që Zoti xhel xhelalu na ka treguar në Kur'an. Pra në këtë rast i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam po tregon nga cilësitë e bashkëshortes mirë thotë është që kur e urdhëron të bindet, kur e shikon të kënaq dhe thotë gjithashtu thotë kur i besoni diçka e ruan bashkëshortin e saj thotë nderin e tij dhe pasurinë e tij. Pra ja ruan nderin dhe pasurinë në këtë rast. Kështu duhet të jetë fryma e të rinjve nëse dëshirojnë të marrin dhe të kenë një bashkëshorte, patjetër duhet që nga cilësitë që të gëzoj bashkëshortja atyre është që i bindet bashkëshortit. Kjo është logjika. Po pse? Sepse në një shtëpi kështu funksionon, një të parë ka, nuk ka dy. Se nëse do kishte dy të parë do prishesh. Ne ngjojmë këto njerëz ose këto filozofitë e tyre të cilët thonë shiko se burri dhe gruas kanë të drejta të plota. Gruaja ka të drejtat ke profili vet, dhe bashkëshorti ose burri ka të drejtat ke profili vet, dhe askush nuk e cënon tjetrin. Por në një familje një të parë ka, dhe në këtë rast ky i parë është burri, dhe bashkëshorta në këtë rast është plotësues që e plotëson atë jetën familjare në këtë rast. Ne po t'i themi këtyre që gjithmonë artikulojnë, shiko, gruaja ka drejt i thot burrit ta kundërshtojnë familjen,
thjesht i themi është një frym ose është një që ata duan të përcjellin për prishjen e familjes. Nuk shkon. Pse se thonë këto që shiko, ajo grua e cila punon në një institucion dhe institucion ka një drejtor, pse ajo gruaja nuk e kundërshton drejtorin dhe thonë nuk duhet t'i bindem ti. Në këtë rast sot jo prishet institucioni. Në këtë rast kjo grua duhet t'i bindet drejtorit, apo duhet t'i bindet ministrit, apo duhet t'i bindet nëse janë ministra gra duhet t'i bindet kryeministrit, kurse kur vjen ke familja thotë gruaja duhet t'i bindet burrit. Ne kuptojmë që kjo është filozofi për prishjen e familjes. Kjo kuptohet dhe shumë qartë. Por ne besimtarët nuk mund të bëjmë viktimë e kësaj fryme të ulët që ka për qëllim destabilitetin dhe prishjen e familjes. Jo. Nëse do të marrësh një grua, i bëjmë thirrje çdo të riut, merre një grua që i bindet burrit saj. Nëse nuk do ta marrësh një grua që i bindet burrit, brenda kornizave që janë logjikshme dhe fetare, që duhet bindja, nëse nuk e merr kët, do të thotë që nuk ka jetë gjatësi kjo familje. Prishet. Prandaj dhe profeti Ali sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në këtë rast që gruaja ose familja që ketë jetë gjatësi, patjetër që gruaja duhet të jetë plotësuese e burrit dhe duhet i bindet bashortit dhe jo të vendosi hyqmin ajo apo të vendosi ai gjykimin apo ajo të vendosi në një familje ku realisht ndryshojnë rolet e familjes. Familja do thotë që në këtë rast ka një të parë është bashorti dhe më pas vjen bashortja dhe kështu me radhë fëmijët, sepse kështu është hierarkia familjare. Thonë dietarët që si mund ta njohim neve që kjo vajzë i bindet bashortit, se patjetër që njeriu nuk e din, por në takimet që bën nuk kuptohet qartë se sa kjo vajzë i bindet bashortit apo kjo grua se sa i bindet do t'i bindet bashortit saj. Kjo shikohet të dietarët duke pa edhe natyrshmërinë e familjes së vajzës. Nëse ke familja e vajzës drejton babai i saj, familja në rregull. Nëse ke familja e vajzës drejton gruaja apo drejtojnë motrat dhe burrat nuk kanë asnjë rol në këtë familje, do thotë që në këtë rast prit kujdes se ka një frymë dhe është rritur me këtë edukim dhe me këtë kulturë që ne drejtojmë familjen kurse burri është pjesë përbërëse ose pjesë plotësuese e familjes, nuk shkon. Prandaj njeriu duhet t'i shikojë tek familja se si funksionon, duke parë, duke pyetur dhe më pas duke u bindur që është në këtë gjendje apo nuk është në këtë gjendje, që të krijojë bindjen e tij që kjo grua realisht do të jetë ajo e cila do ta ndihmojë bashortin, do t'i bindet dhe asnjëherë nuk do ta pengojë, sepse në lidhja familjare çfarë është, plotësojnë njëri tjetrin dhe zhvillojnë njëri tjetrin dhe e nxisin njëri tjetrin për ta përsosur dhe për ta plotësuar familjen. Nuk është thjesht për të penguar njëri tjetrin, se në këtë rast nuk funksionon pengesa. Dhe prandaj thënë dietarët që në këtë rast njeriu duhet të jetë i kujdesshëm nga karakteristikat që duhet shikojë tek bashortja është që të shohë një bashorte e cila i bindet bashortit. Tjetër gjë që përmendin dietarët nga karakteristikat që duhet shikojë djali tek vajza është bukuria e saj. Kur flasim bukuria, sepse ka i hadith profetit Ali sallallahu alaihi wasallam i cili thot gruaja martohet për 4 gjëra. Thot e para për pasurinë e saj, e dyta për prejardhjen e saj, e treta për bukurinë e saj dhe e katërta për fenë e saj. Dhe thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam zgjidhni fenë që të jeni të bekun dhe të begat. Ne nuk po i hym ke ky hadith, po do të marrim pjesën që ne po flasim ke ky hadith i profetit alayhi salatu wasalam. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë që djali ka drejt të zgjedhë te bashortja e tij dhe bukurinë e saj. Por ne duhet të kuptojmë që bukuria nuk ka standard. Bukuria është relative. Pra që do të thotë dikush që shef një grua shumë bukur, ke dikush tjetër ajo mund të jetë më shumë tumja. Ose
Dikush mund të shohë një vajzë shumë të shumtuar, kurse i tjetër e shef shumë të bukur. Këtë e ka bërë Zoti relative, e ka bërë Zoti në atë mënyrë që secili e shikon veten e tij dhe përfundojnë. Pra, lidhen. Nuk është bukuria, themi vetëm kjo lloj forme, absolutisht. Ndoshta kjo lloj forma është ke sytë e tuaj, kurse ke sytë e mi apo ke sytë e tjetër është lloj formë tjetër. Pra i ka bërë Allahu xhelel xhelalu, kështu e ka bërë Zoti, i ka bërë krijesat në këtë lloj mënyre që secili shef atë që i përshtatet natyrës tij, bukurisë që ai mendon ke mendja e tij. Pra, do thotë që bukuria në këtë rast, thonë dietarët, është relative, nuk është standarde. Pra dikush pëlqen dika, kurse dikush tjetër nuk e pëlqen këtë, po pëlqen një gjë tjetër. Pra, e rëndësishme është le të shikoj atë që ai ke syri i tij kënaqet, ke syri i tij e shikon si të bukur. Pra, duhet patjetër ta shikoj këtë. Pse e themi këtë fjalë? Ka disa familje që se po vetë koha, ka disa familje që çanoth djali, nga që ka respekt madh për nënën e tij apo për motrat, ja le atyre ta zgjedhin. Dhe shkon mamaja ose nëna e djalit dhe shikon vajzën dhe e shef shumë bukur, ke sytë e saj. Dhe nxit djali thot martohu se është shumë e bukur. Kur djali e shikon nuk është e bukur. Po pse? Sepse ne tham, bukuria nuk është standard. Ndoshta është e bukur ke sytë e nënës kurse ke sytë e djalit jo. Dhe familja duhet shikoj atë që i përshtatet djalit, jo që i përshtatet nanës apo motrës apo babës. Jo. Se do martohet djali në këtë rast. Dhe ai është i cili do vendosi kush është e bukur. Prandaj thon dietarë që kështu është bukuria, është relative, ka pas Zoti. Që nëse ti mendon dikush është më e bukur e dynjas, ke sytë e dikujt ajo mund të jetë më shumtumja e dynjas. I lihet personit të zgjedhë atë që ai e shef të bukur, ata i bën drejtimin ose bën atë përpiqet për t'u lidhur, për t'u bashkuar e kështu me radhë. Pra do të thotë, në këtë rast që bukuria është e tillë që dikush e shikon të bukur, dikush jo, pra i vendoset në këtë rast djalit, ai e vendos këtë dhe nuk ka pse të ndikohet nga familjarët apo nga njerëz tjerë duke thënë se është e bukur, ti duhet ta bësh këtë, ndërkohë kur ai nuk ngrohet. Nuk e shef si të bukur, atëherë ke sytë e tij nuk është e bukur, është diçka tjetër e bukur për të. Pra, prandaj dhe në këtë rast profeti alayhi salatu sallam thotë që i riu zgjedh ke bashortja e tij bukurinë. Atë lloj bukurie që ai e ndjen dhe i duket e përshtatshme për natyrën e tij. Tregojnë dietarët që bukuria e vajzës ose e vajzës do t'i ketë tre gjëra. E para, thotë, ajo vajzë e cila posedon bukurinë nuk do të abuzojë me bukurinë e saj dhe gjithmonë të mburret apo të tregohet arrogante ndaj bashortit duke thënë që shisa e bukur jam unë, nuk ka si unë e kësaj natyre, sepse në këtë rast do ketë përçarje ose do ketë ftohje midis çiftit dhe prishje familjes. Jo, atë bukurinë që Zoti ja ka dhënë dikujt, le ta ruaj me kornizën brenda kornizave të fesë, sepse duke ruajtur nëpërmjet besimit, atëherë kjo bukuri do bëhet edhe më e madhe tek sytë e bashortit saj, dhe që do thotë do të jetë më e ruajtur, do të jetë lidhja më e ngushtë, edhe familja do të ketë më begati ose më e bekuar në këtë rast.